Biznesmeni Ermal Beqiraj, një nga emrat më të kërkuar nga SPAK, është arrestuar në Lyon të Francës, por jo në rrethana të zakonshme. Policia e shtetit konfirmoi se Beqiraj u lokalizua dhe u ndalua fal bashkëpunimit mes Interpol Tirana dhe Interpol Lyon, ndërsa aktualisht ndodhet në paraburgim dhe pritet të përballet me procedurat për ekstradim drejt Shqipërisë. Por ajo që e bën këtë histori edhe më të pazakontë është mënyra se si u zbulua. Sipas mediave franceze, arrestimi nuk erdhi pas një operacioni klasik policor. Beqiraj po pilotonte një avion të vogël, kur autoritetet franceze konstatuan se ai kishte hyrë në hapësirën ajrore mbi termocentralin bërthamor Penly, një nga objektet strategjike më të rëndësishme të Francës. Avioni e fluturonte fillimisht në rreth 3700 këmbë lartësi. Më pas, piloti uli papritur avionin në rreth 3500 këmbë nën kufirin minimal të lejuar për fluturim mbi zonat të mbrojtura. Ky manovrim ngriti menjëherë alarmin. Forcat ajrore dhe të hapësirës së Francës ndryn për të identifikuar avionin dhe më pas ja kaluan çështjen xhandarmerisë franceze. Gjatë verifikimeve rezultoi se piloti ishte Ermal Beqiraj, 44 vjeç, i shpallur në kërkim ndërkombëtar nga autoritetet shqiptare. Ai u arrestua menjëherë. Tashmë Beqiraj pritet të dalë para gjykatës penale të Amiens, ku do t'i komunikohet zyrtarisht kërkimin ndërkombëtar dhe do të nisin procedurat për ekstradimin drejt Shqipërisë. Në Shqipëri ndaj tij rëndojnë akuza të rënda. Gjykata e posaçme ka caktuar masën arrest me burg për njësër veprash penale, mes tyre heqje e palishme e lirisë, konkurrencë e palishme nëpërmjet dhunës, shkelje e barazisë së tenderave publik, pjesëmarrje në grup të strukturuar kriminal, kryerje veprash penale nga organizata kriminale, si edhe pastrimi i produkteve të veprës penale. Por historia nuk mbaron këtu. Dy kompanitë kryesore të Beqirajt, Soft and Solution dhe Horizon, janë vendosur në sekuestro preventive me vendim të gjykatës së posaçme. Megjithatë, edhe pse biznesmeni ishte prej muajsh në kërkim ndërkombëtar, kompanitë e tij kanë vijuar të fitojnë kontrata publike në Shqipëri. Ky fakt ka ngritur pikpyetje serioze mbi mënyrën se si funksionojnë kontrollet institucionale dhe procedurat e tenderimit. Ndërkohë, termocentrali bërthamor Penly nuk është një objekt i zakonshëm. Përveç se është një central strategjik për prodhimin e energjisë në Francë, aty po ndërtohen edhe reaktorët e rinj bërthamor EPR2, një projekt me rëndësi të madhe për sigurinë energjetike franceze dhe me interes ndërkombëtar. Pikërisht mbi këtë zonë të mbrojtur, u konstatua fluturimi i avionit të pilotuar nga Beqiraj, çka bëri që autoritetet franceze të reagonin menjëherë. Tani mbetet të shihet nëse gjykata franceze do të miratojë ekstradimin e tij drejt Shqipërisë, po SPAK e pret për të përballur me akuzat që rëndojnë mbi të, ndërsa hetimet për aktivitetin e tij dhe kontratat publike që lidhen me kompanitë e sekuestruara pritet të marrin një tjetër zhvillim.